shkaktuar tensione të forta në shtëpinë e Big Brother Albania, duke tërhequr vëmendjen e të gjithë banorëve dhe duke krijuar një atmosferë shumë të rënduar. Gjithçka nis gjatë një bisede të tensionuar, ku Brikena shpërthën në akuza të forta ndaj Rogertit, duke akuzuar atë për xhelozi dhe sjellje negative ndaj saj. Sipas Brikenës, Rogerti është i pushtuar nga xhelozia për faktin që ajo ka shprehur simpati për Mateon. Ajo thotë se sjellja e tij ka ndryshuar ndjeshën kohët e fundit dhe se ai nuk po arrin ta pranojë situatën. Me tone të ashpra, Brikena shprehet se Rogerti po vdes nga xhelozia dhe se çdo reagim i tij lidhet me ndjenjat që ai ka për të dhe me faktin që ajo nuk ia ka kthyer interesin. Ajo vazhdon duke thënë se Rogerti përpiqet ta kontrollojë situatën dhe shpesh ndërhyn në bisedat e saj me banorët e tjerë, veçanërisht kur bëhet fjalë për Mateon. Sipas saj, kjo tregon pasiguri dhe mungesë respekti ndaj zgjedhjeve të saj personale. Brikena thekson se askush nuk ka të drejtë t'i diktojë asaj se me kë duhet të flas apo kë duhet të përqejë. Gjatë debatit, Brikena shprehet hapur se, sipas saj, Rogerti është njeri kot, duke argumentuar se ai nuk ka treguar karakter të fortë dhe nuk ka një qëndrim të qartë në lojë. Ajo shton se Rogerti shpesh përpiqet të krijojë situata dramatike vetëm për të tërhequr vëmendjen dhe për të fituar simpati nga banorët dhe publiku. Nga ana tjetër, Rogerti përpiqet të mbrojë veten dhe i kundërshton akuzat, duke thënë se nuk është xheloz dhe se reagimet e tij janë keq interpretuar. Ai shprehet se gjithmonë ka treguar respekt ndaj Brikenës dhe se nuk ka ndërhyrë në zgjedhjet e saj personale. Sipas tij, Brikena po e egzageron situatën dhe po e përdor këtë debat për të krijuar përplasje të panevojshme. Megjithatë, Brikena vazhdon të këmbëngul në qëndrimin e saj, duke thënë se sjellja e Rogertit është e dukshme për të gjithë dhe se ai duhet të reflektojë mbi veprimet e tij. Ajo thekson se xhelozia nuk ka vend në një garë si kjo dhe se çdo banor duhet të fokusohet në lojën e vet, jo në jetën personale të tjerëve. Debati mes tyre bëhet gjithnjë më i ashpër, me tone të larta dhe emocione të forta, ndërsa banorët e tjerë përpiqen të qetësojnë situatën dhe të shmangin për shkallëzimin e konfliktit. Atmosfera në shtëpi bëhet e tensionuar, pasi përplasja mes tyre krijon ndarje dhe diskutime edhe mes banorëve të tjerë. Në fund të debatit, tensioni mbetet i pranishëm dhe marrëdhënia mes Brikenës dhe Rogertit duket se është përkeqësuar ndjeshëm. Situata le të kuptohet se kjo përplasje mund të ndikojë në dinamikën e lojës dhe në raportet mes banorëve, duke shtuar edhe më shumë dramën dhe konkurrencën në shtëpi.